tek persona, zë mos tek gratë për këtë çështje, si ndikon kjo edhe për fond është një këshill si psikologe, çfarë këshilli kishe pas për femrat e reja? Realisht, para se më përgjigj këtyre pyetjeve, më boni përshtypje shumë koncepti i advokatit, punëdhënësit sa din me rreziku shëndetin tonë mendor si rezultati mos përkrahjes. Realisht edhe sociologu e ciki këtë linqimin në një formë ky imazhi nëse e din që dikush ka abortu, automatikisht nuk e suporton, por ja thellon më shumë problematikën. Mos mbështetja e duhur familjare në stata caktume asnjëherë nuk komenaçu për një femën të shëndetshme të shëndetit mendor. Çështja e abortit e këshilla kish me qenë ideale nga ana ime që të analizon faktorët e mundshëm potencial, mos shkojnë me njëherë në akt, mos shkojnë me njëherë në veprim, edhe pse ndoshta marrin një tet shtatzanis që kanë dalë, ndoshta rrethonat nuk janë të favorshme, mos shqetësohen, le të gëzohen më pas le të veprojnë. Nëse nuk mund t'ja dilni vetë, çdo femën bëj apel përmes këtij emisionit. Ekzistojmë si profesionistë të shëndetit mendor, kemi jashtëzakonisht mirë në Kosovë njerëz të cilët japin suport dhe fuqi, të paktën vendimin mos e merrni mbi bazën e emocioneve, siç është frika, zemrimi, urrëtia, domethënë këto të cilat në një formë një femën mund ta çojnë deri në veprim të tillë. Analizoni faktorët potencial, sepse asgjë nuk vjen pa një zgjidhje. Por njeriu kur sugjestionohet dhe kalon gjendjen afektive më i errësohet zgjidhja dhe vetëm ja zgjidhje jetë çështja e abortit dhe mendojnë që lirohen. Dhe kjo është ajo problematika që mungesa e vetdijes edhe mbi shëndetin mendor dhe mungesa në për çka kalon një femën e cila aborton, realisht është kjo që na sill këto problematika. Bëj sugjerim që pavarësisht rrethonave, situatave, asnjëherë nuk Zoti s'ka lënë as pas zgjedhje. Veç mjafton një maturim, një durim, një kërkim ndihmë, një mbështetje dhe gjendet alternativa. Kështu që e di që koncepti kulturor, tradita, feja, ato të gjitha në një formë ose një tjetër nuk të shtin me boksi veprime, por në çdo gjë edhe në aspektin e traditës, edhe kulturë, edhe në modern, edhe në fe, ka shumë gjëra të mira nëse dimi kop. Edhe mund të nxjerrim aktin e veprimit në favorin tonë. Mos të marrin konceptin e për shembull çështjes së fesë ose të kulturës ose thjesht sociale që automatikisht kur ti e ndërton vetveten, e rrit vetveten, pavarësisht a erdh ai fëmijë brenda martesës ose jashtë martesës. Një nanë me shëndet të mirë mendor i tregon që misioni jam është të jem një nanë, pavarësisht se një mashkull nuk është gjithmonë që ta siguron ty bukën, sepse ti ekziston mundësia të jesh, por ti këto mund ta bësh kur ti investon në shëndetin tënd mendor. Dhe ty fëmia nuk të privon për të drejtës të jesh punëdhënëse, të jesh qetë, të kesh një lumturi. Domethënë, mos të bëj me njëherë veprimin sepse e bona një fëmijë jashtë martesës dhe unë do të kem forma dhe ngjyrë dhe gjykime të tjera nga vetë shoqëria. Sepse gjykimi që do t'ja japsh vetës, se në fundi ne banojnë 24 orë në veten tonë. Mënyra se si e shohën veten ka shumë rëndësi se sa mënyra se si më sheh ky opinion këto live. Kupto? Dhe ky është zani jonë i brendshëm, kjo është fuqia jonë, ky është ndërtimi jonë, po ky është edhe rrëzimi jonë. Nëse dim ta ndërtojmë në favor, asnjëherë as aborti, as rrethana tjera nuk duhet të na shkojnë dhe të marrim vendimin. Andaj këshill lutem të ketë sa më pak raste, por mbi të gjitha edhe nëse keni femra të dashura, vedije mbi procesin. Vedije mbi procesin, kërkim ndihmën dhe padyshim që ty të duket që është një jetë e keqe pas marrjes të vendimit ose kur e merr lajmin që je shtatzan dhe këtë izolimin e brendshëm, këtë heshtjen, këtë pyetje dhe në pyetje që t'i ashtron vetit në proces, të lutem mos lejoni veten të shkoni në sugjestion. Ne jemi këto për ju dhe nuk jemi rasisht. Jemi zoni ndryshimit, jemi zoni mbështetjes dhe uroj që dorë Zotit ketë sa më pak. Faleminderit Tereza shumë edhe për të këshilla dhe për të fjalë. Ishte kënaqësi, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty Fitem për gjitha këto shpjegime që i bëre tek ne sot. Faleminderit juve. Dhe të dashur shikues,